Mirëmëngjesin zënës. Si jeni? Mirë. Fillojmë pak me apelin. Dea Vasili? Këtu. Elio Nikolli? Këtu. Enea Doda? Këtu. Frenki Mahmutaj? Këtu. Ines Peqi? Këtu. Juna Preni? Këtu. Katrina Apostoli? Këtu. Kristin Tavani? Këtu. Në rregull. Nxënës, jeni përgatitur për sot? Po. Para se të fillojmë me programin mësimor për ditën e sotme, kam diçka mjaft e rëndësishme për t'ju thënë. Nesër, siç e dini të gjithë, është një ditë mjaft e rëndësishme për popullin tonë. Është ditëlindja e drejtuesit tonë, Enver Hoxha. Javën e kaluar ju kam dhënë disa poezi për të mësuar. Jeni përgatitur? Po. Në rregull. Po fillojmë me Dea. Ngriu Dea. Ne jemi të vegjël, por zemra na rreh. Për partinë tonë që s'gabon kurrë. Fjalët e saj ne sot na rrisin. Elia. Si pema në diell me Më fal pak Dea. Këtu të cepi. Duhet të kesh respekt për të tjerët. Ndjes mësuese. Dea të ditën fillojmë nga fillimi. Ne jemi të vegjël, por zemra na rreh. Për partinë tonë që s'gabon kurrë. Fjalët e saj na rrisin sot. Si pema në diell me rrënjën të tokë. Bravo Dea, me vërtet më emocionove. Ke mësuar shumë mirë. Faleminderit. Elia, mund t'ulesh përsëri. Lutem mos përsëritet në gabimin. Katrina, të vazhdojmë me të sot? Me diellin ngri një herë në mëngjes. Me partinë tonë arrim çdo sukses. Më fal Katrina. Elia, është disa të herë që të flas. Akoma nuk mësove nga gabimet e tua? Kërkoj ndjes mësuese. Ulu dhe nxirri duart para. Me vërtet nuk më pëlqen kur të silleni kështu. Katrina, të lutem nga fillimi. Me diellin ngri një herë në mëngjes. Me partinë tonë arrim çdo sukses. Në shkollë punojmë në fushë. Nuk ka problem, dhe njërë nga fillimi. Me diellin ngri një herë në mëngjes. Me partinë tonë arrim çdo sukses. Në shkollë mësojmë, në fushë punojmë, atë diellin tonë me zemër e dojmë. Në rregull, Katrina. E ke mësuar mirë, thjesht do ta përsërisësh dhe disa herë sot më tarë. Okej? Mësuese. Dhe kishe pak probleme me intonacion. Atëherë, më vonë do ju pyes të tërëve juve dhe poezit që kisha dhënë, kështu që vazhdojmë me programin mësimor. Hapeni librin në faqen 58. Dita ballë. Dita, si je? Si e qenë? Shumë mirë, shumë Mos e vër çantën buturo. Po, dhe çdo të ishte shumë mirë. Çfarë ka lodhë sot në shkollë? Po, shumë mirë. Po pyetim se për poezi që do të sot. Si dole? Po, më thonë që kisha mësuar shumë mirë. Kujdes Edhe për do njësë. recitoj para ata që kam bërë. Kujdes për njësë. Se e ke duhet ta përfilmosh më mirë për sosur. Po, në Po, realisht. papi ka të drejtë. Kur do hamba bukani dhe pastaj do i kita përgjigje disa herë se kam frikë për mes. Shumë i dush.
kur festoj një tjetër vit të lindjes time, nuk është koha për të kënaqur një individ, por për të përkujtuar luftën kolektive të një populli që shkeli errësirën për të ngritur Shqipërinë e re. Jetën time ja kanë kushtuar atëdheut, partisë dhe juve, populli heroik që me djersën dhe gjakun tuaj kemi ngritur Shqipërinë e re. Përpara me udhëheqjen e partisë, rrof marksizëm, leninizëm, rrof popullin heroik, vdekje imperializmit dhe tradhtarëve. Ne jemi disa nxënës të shkollës dhe për ta shënuar partinë kemi përgatitur sot disa poezi. Me diellin ngremi herë në mëngjes, me partinë tonë arrim çdo sukses, në shkollë mësojmë, në fush punojmë, adeun tonë me zemër e dajmë. Ne jemi të vegjël, por zemra na rre, për partinë tonë që s'gabon kur. Me fjalën e saj ne rritemi sot. Si pema në diell me rrejmë në tokë. Gjorgji o Shqiponja, këngën që të sjellë gjithonja. Çdo kanë lezet lëmi këngës për birin e shtrejtë të zemrës. Historia siç të deshi komandant dhe komisar. Duket pak
gjëra që unë si dinja, unë vizdoja gjithë të di, lot kur heqe kënaqësi, sa shumë gati më stoja, me sa pruh të përqafoja, shuar mite dhe tani, jo okej si atër, por o gjyshe unë përsi, të përshqefi në një si prahat e me sohot, për do në tim ashtohot, e shikimi të mirë, më jetë mos të jemi mirë. S'kemi ma? Shpirti i babrit. Më pas? Veja në rrugën e jonë, kështu shumë super, bravo. Ja ullu njerë. Krenaria jonë ti, bravo. Është shumë mirë. Shumë faleminderit. Po mirë, çfarë do bëni sot ditë? Unë do të ikë të marrë qyshtin, se se dhe të shëmur, hava fakt të nxitoj. Shëmur? Po, ka temperaturë. Është me me papën, të s'kanë që. Është mirë. Është gjithë shumë. Sot kemi përpara nesh një armike të heshtur, një shkelëse të disiplinës socialiste, një hajdute të radhës së qumshtit. Zonja Ajla Miftarallari, më datë 16 tetor, shkapu duke marrë në fshetësi një bidon qumësh që nuk i takonte. Në vend që trinte në radhë si gjithë qytetarët e tjerë, e zoti rrugën e gabuar. Kam 3 fëmijë, shoku prokuror. Njëri është me temperaturë. Duhet të kthehesha shpejt në shtëpi që të kujdesesha për të, prandaj parakalova radhën dhe mora një shishe qumësht. Ti nuk morë vetëm qumshin, ti vëllë besimin e partisë, dhe për këtë do të ndëshkollesh. Të gjithë kemi fëmijë shoqja Ajla, por ne nuk e lë moralin për një pikë qumësh. Ne propozojmë dënim me 2 vite burg. Po fëmijë? Për fëmijët kujdeset partia. Drejta socialiste u krye. Gjyqi përfundon. Qo? Ju lutem, kam 3 fëmijë.
Digjar gjiro Shqiponja, këngën që të sjellë gjitonja. Shto kanë lezet lëmi këngës për birin e shtrejtë të zemrës. Digjar gjiro Shqiponja, këngën që të sjellë gjitonja. Dhe burimi këngët lujeve I kërcier E I fort kondrohë djeve Dhe trimat ma përman mi sjell Mi për të dhe